Përmes një postimi të gjatë në rrjetet sociale, ajo tregoi se ka zgjedhur të mos jetë pjesë e Prime-it, pasi sipas saj ka kuptuar përmbajtjen e letrës dhe mënyrën se si është kërkuar prania e saj në emocion. Vanessa theksoi se gjatë gjithë kohës ka pritur që hijet e dyshimit të vërtetohen, ndërsa shtoi se nuk ka premtuar asnjëherë se do të ishte prezente në spektaklin e dieshëm. Në reagimin e saj, ajo përmendi detektivistin dhe Sarën, duke deklaruar se nuk ka planuar të bëjë një vallafaqim dhe se askush nuk mund të bëjë lojë në petkun e vajzave. Në fund, Vanessa falenderoi të gjithë mbështetësit për përkrahjen dhe mirëkuptimin. Ky postim është për të gjithë ju që më keni ndjekur dhe më keni mbështetur në rrugtimin tim. Gjatë gjithë këtyre ditëve nuk kam reaguar pasi kam pritur që hijet e dyshimit të vërtetohen. Kam qenë sinqert që prej fillimit dhe do të jem me tillë deri në fund. Ata që e kanë kuptuar karakterin tim kanë përfituar nga ndjenjat reale duke ushqyer narrativin që u levërdis. Unë nuk do të jem pjesë e Prime-it pasi kam kuptuar përmbajtjen e letrës si është ideuar dhe pse më është kërkuar me ngulm të jem prezente. Nuk kam premtuar në asnjë moment që do të jem prezente. Ditën e premte më është kërkuar të bëj një ballafaqim me Klevisën dhe Sarën, pasi refuzova një gjë të tillë, më është treguar për ekzistencën e letrës. Askush nuk mund të bëjë lojë në petkun e vajzave. Me shumë sinqeritet dhe mirënjohje për të gjithë ju, Vanessa. Shkroi ajo në profilin e saj, ku dukej mjaft e qetë pas ndarjes live që Indri bëri me të. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.